Dyert e qendrës tregtare Concord në kryeqytet të herë janë hapur për një ekspozitë të arteve pamore, e cila do të ofrojë disa nota arti për të gjithë vizitorët e saj. Me në qendër ditën e verës, ekspozita mban titullin Frymë pranverore dhe shënon edicionin e 3 të saj. Është padyshim një vlerë shtuar që në aktivitetet tona marrin pjesë të talentuar dhe artistëve të nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, Maqedonia dhe treva të tjera shqiptarëse. Artistë nga të gjitha trevat shqipfolse kanë ardhur Enkas për të përcjellë emocionet pozitive të kësaj stine, e cila përjetohet nga ta në mënyra të ndryshme. Si në vigjilje të ditës së pranverës, menduam të organizonim për të tretë këtë aktivitet. Pjesëmarrja këtë vit ishte e konsoliduar dhe me punime shumë interesante dhe solli një atmosferë shumë pranverore. Qendra Concord ka qenë gjithmonë mikpritse për aktivitete të cilat zbavitin klientët e saj, por edhe ofrojnë mundësi promovimi për talentet e reja.